Sot është një ditë e mirë, shpresoj edhe për frymën e konsensusit nevojshëm për të ecur përpara në procesin e integrimit, kështu që para se të fillojmë rendin e ditës, do t'ju ftoja të gjithëve që ta mbajmë të frymë gjatë gjithë ditës sotme edhe në përgjigje të apelit të zonjës Tabaku. Vijojmë me rendin e ditës, interpelancë me Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama, kërkuar nga deputetët Agron Shea dhe Erald Kapri. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 kushtetutës dhe nenin 96 rregullores. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me një vendimarrje të Këshillit të Ministrave, e cila parashikon ndryshime në funksionimin e Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare, DSHQ. Kryeministri ka deleguar interpelancën Ministres së Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin, zonjës Eriona Ismaili. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në 96.5 rregullores. Zoti Shea, zoti Kapri. Nuk ndodhen në sallë, atëherë interpelanca nuk mund të zhvillohet pa patur prezencën e deputetëve kërkues. Kalojmë në pikën tjetër të rendit ditës. Interpelancë me Ministren e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, zonjën Evis Sala, kërkuar nga deputeti Sajmir Koreshi. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 të kushtetutës dhe nenin 96 rregullores. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime në lidhje me situatën në Spitalin e Lushnjës. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96.5 rregullores. Zoti Koreshi, keni të drejtën për të parashtruar interpelancën deri në 7 minuta. Zoti Koreshi, fjala për ju. Mirëmëngjes gjithëve. Mirëmëngjes zonja ministre. Pyetja e parë ime drejtuar për ju është: a keni ngrënë mëngjes? Se unë po ju ofroj mëngjesin e Spitalit Lushnjë, pacientë. Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e Spitalit Lushnjë. Dhe nga auditimi që keni bërë ju, ministria juaj, në punë nuk është kuzhinjere, po është infermiere. E keni këtu. E keni lënë ju me shkrim. Në kuzhinë, thot, punon infermierja si kuzhinjere. Që do bëhet, do presi Facebook, da mushim kos, edhe burrat ha njerëzit, si të marrin vitamina. Një këndor. E keni 3 zonjat grupit auditimit, është ky Jorgji Qeranmixhi, Zogulla Koto, Sonila Reshka. Thonë prej disa vitesh. U verifikuan ambientet e Spitalit Lushnjë, nga kur rezultoi se lavanderia, magazina qendrore dhe kuzhina ishin në kushte të këqija, muret me lagështi, me myk dhe të pa mirëmbajtura, kushtet e ruajtjes së mallrave në magazin, kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme, duke rritur riskun e shkaktimit të infeksioneve dhe dëmtimeve të shëndetit të punojësve dhe të pacientëve. Tani, këto e fillova me atët juaj